Për të dytin vit radhazi në qytetin e Pogradecit janë instaluar pishina të hapura në liqen, ku zhvillohen trajnime noti dhe gara të sporteve ujore. Nisma është ndërmarrë vullnetarisht nga ish kampionët Sotiraqi Ftica dhe Vladimir Mato. Risja e këtij sezoni është rikthimi i sportit të waterpolos, i njohur ndryshe si futbolli i ujit, i cili nuk ka funksionuar prej dekadash në Shqipëri. Iniciativa synon të trajnojë të rinjt dhe të hedhë bazat për formimin e një ekipi të ri. Ne bëjmë thirrje edhe vajzave që nga mosha 9 vjeç deri në moshën 13 vjeç, që të vinë të bëjnë trajnim tonë neve, se noti është një sport që shumë pak e din. Waterpoli në Shqipëri ka mbaruar, domethënë asnjë ekip nuk merret me waterpolin. Po ne do ta bëjmë për qevin tonë edhe për shërbitjen e notarëve. Ato portat i kemi bërë gjitha, tash të bëjmë tapat edhe fushën e waterpolit dhe të fillojmë që të bëjmë edhe sportin e waterpolit. Llazi Kërxhalli, një nga lojtarët e parë të ekipit të dikurshëm Pogradecar, vlerëson përpjekjet për ringjalljen e këtij sporti që do të zhvillohet gjatë sezonit të verës. Mua më bëhet qefi që Pogradeci ka akoma njerëz të apasionuar, sepse pasioni ngadal po vdes kudo. Thjesht janë ato vlerat monetare që po e rritin, po mundohen të rritin cilësinë, dhe për të dy këta, po unë i quaj autoritete, të dy qoftë Sotën, qoftë Ladon, që kanë marrë një nismë të jashtëzakonshme dhe i kanë hyrë detit edhe këta më këmbë, në kuptimin figurativ gjithmonë. Gjatë këtij muaji parashikohet të organizohen gara noti me pjesëmarrje nga Shqipëria dhe jashtë saj, si dhe maratona tradicionale Agron Ruvina, një nga eventet sportive më të rëndësishme të qytetit.